Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Enesi radhiyallahu anhu ka treguar se profeti sallallahu alaihi wasallam ka bërë thirrje njerëzve të merrin pjesë në luftën e Bedrit. Qala nadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa antalaqu hatta nazalu Badran. Vazhduan udhtimin derisa arritën në fushë betejën e Bedrit. Qala فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا مصرع فلان فيشير إلى الأرض ها هنا وها هنا. Profeti sallallahu alaihi wasallam filloi të tregonte vendet ku do binin të vrarë krerët e Kurejshëve, i dhujtarëve. Këtu është vendi ku do vritet fulan. Këtu është vendi ku do vritet filan. Filloi me bë me shenjë duke treguar vendin ku do binte. Qala فما ماط أحد منهم الموضع الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Thot, asnjëri prej tyre nuk ka rënë i vrarë vetëm se në vendin që e caktoi profeti sallallahu alaihi wasallam. Pra në luftën e Bedrit u vranë krerët e Mekës si Abu Jahli, Uqba ibn Abi Muayt, Utba ibn Rabi'a dhe të tjerë. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka pas njoftuar se muslimanët dëshironin viset e Persisë dhe të romakëve dhe se thesaret e tyre do t'i shpenzonin në rrugt të Allahut të lartësuar. Ka një hadith në Sahihun e Bukharit dhe Muslimit në cilin i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam thotë: "Idha halaka Kisra fala Kisra ba'da, wa idha halaka Qaysaru فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله." Ka thënë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, kur të shkatërrohet Kisra, domethënë pushteti i perandorit të persëve, nuk do ketë më mbret me këtë titull pas tij. Do rrëzohet një herë mirë kjo perandori. Edhe kur të shkatërrohet Kajseri, domethënë perandori i romakëve, kur të rrëzohet pushteti i tyre, nuk do të ketë më Kajser pas tij. Pasha Allahun, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ju thesaret e tyre do t'i shpenzonin në rrugt të Allahut. Ndroi jetë profeti sallallahu alaihi wasallam. Tani po u shpjegoj. Vjen xhilafeti e Abu Bekrit. Gjatë xhilafetit e Abu Bekrit radhiyallahu anhu u stabilizua gjendja në Gadishullin arabik. U fuqizua shteti islam. Dhe filloi Abu Bekri radhiyallahu anhu çirimet në drejtim të perandorisë së persëve dhe perandorisë së bizantëve. Do ta dini që ato kanë qenë perandori shekullore, me forca, me ushtri, me mundësi të mëdha. Arabët nuk përbënin gjë krahasuar me ta. Pra diferenca mes tyre, mes arabëve dhe këtyre fuqive të mëdha në atë kohë ka qenë më e madhe se diferenca e ummetit islam sot, e vendeve islame sot, dhe diferenca e fuqive të mëdha sot në botë. Por për pak vite ndryshoi gjendja. Ushtria e drejtuar nga sahabët filloi të shironte viset e persëve dhe të romakëve. U shiruan vise të persëve. Edhe arritën sahabët të shtinë në dorë pallatet e Kisras në Irak, në Hira, që ishte një kryeqendër e persëve. Po kështu shiruan Damaskun, nga ana e Bizantëve, shiruan Palestinën dhe vazhduan shirimet. Dhe kuptohet që këto thesare sahabët i kanë shpenzuar në rrugt të Allahut, i kanë dhënë dispozicion të xhihadit në rrugt të Allahut, po dhe veprave të mira për hir të Allahut subhanahu wa taala. Po është përmbushur lajmi që ka dhënë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe këto janë dëshmi që ai është i dërguari i Allahut. Së pari ka dhënë lajme që janë përmbushur, janë bërë realitet, siç i ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Profetit rrem, lajmet nuk i dalin të sakta, i dalin të gënjeshtërta. Dhe njerëzit e kuptojnë që ajo është gënjeshtar. E dyta, triumfimi i thirrjes, suksesi i madh që i dha Allahu i lartësuar. Është e pamundur që Allahu i lartësuar t'i jap një sukses të tillë një profeti të rrem. Është e pamundur. Allahu është i gjithdijshëm, është i gjithfuqishëm, është i drejtë, i urtë dhe i mëshirshëm, është i lavdishëm. Që Allahu
me diturinë e tij, me fuqinë e tij, me drejtsinë, mëshirën dhe urtësinë e tij, nuk do të lejonte që të kishte sukses një profet i rrem, të thynte të gjithë kundërshtarët, e të kishte përhapjen më të madhe, se ngjarja më e madhe ka qenë ardha e profetit tonë sallallahu alaihi wasallam dhe vazhdon të përhapet ummeti islam. Kushdo që e pranon se ka një Zot, është i detyruar ta pranojnë se Muhamedi alayhi salam është i dërguar i Allahut, në të kundërt ai shpif për Zotin, ai shpif se Allahu është i padrejtë, se Allahu ka mbështetur një profet rrem, i cili ka folur në emër të tij rrejshëm. S'është e mundur kjo. Që argumentet e profetësisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë të shumta. Unë përmenda disa prej tyre. Elus Allahu subhanahu wa taala që ta forcojë në fenë e tij. Allahu shpëton të mira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina